Fillimi I muajit maj ka sjell fluks pushuesish në bregdetin e Shëngjinit, duke e kthyer këtë zonë në një nga destinacionet më të frekuentuara të kësaj fundjavë. Moti I kthjellët dhe ditët me diell kanë tërhequr vizitorë të shumtë, ndërsa kombinimi I festës së 1 majit me fundjavën ka krijuar mundësinë ideale për disa ditë pushimi larg rutinës së përditshme. Temperaturat ndonse jo tipike verore janë të përshtatshme për këtë periudhë të fundit të pranverës, duke ofruar kushte të mira për shëtitje dhe relaks. Po fillimisht e kemi pak më afër nga Kosova, pastaj e kishim një pushim të shkurtër edhe erdhëm ta shfrytëzojmë sa më gjatë këtu, edhe pse kushtet atmosferike nuk janë as të përshtatshme sot, besoj që nesër edhe pas nesër do të jetë më mirë. Edhe kjo ishte arsyeja që erdhëm të kalojmë disa ditë këtu. Kush punon pak shlodhet, freskohet, fiton energji, tonën starton. Strukturat akomoduese në zonë kanë qenë të përgatitura për këtë fluks, pasi rezervimet ishin kryer që më herët, ndërsa interesi për të kaluar pushimet në Shëngjin mbetet I lartë edhe për ditët në vijim. Kjo zonë turistike po konfirmohet gjithnjë më shumë si një destinacion që frekuentohet jo vetëm gjatë sezonit veror, por sa herë kushtet atmosferike janë të favorshme, duke ofruar qetësi dhe një eksperiencë të këndshme për vizitorët.